إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahu xhaleshanuhu, atë e falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salat dhe selame në këtë ditë të bekuar të xumaz dhe të bajramit i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht këtë ditë parë të bajramit dhe ditë të madhe të xumaz, ku do të mundohemi ta shpjegojmë një ajet kuranor ose disa nga ajetet kuranore të surës Al-A'la, duke filluar nga ajeti 14, ku fillon ka shpëtuar ai i cili është pastru. Nuk ka dyshim se gjunahet tona, mëkatet tona, lajnë pasoja të shëmtume, të cilat janë të urryme, dëmshme, si për zemrën, si për trupin, dunjan dhe ahiretin, që nuk i di askush përveç Allahut xhaleshanuhu. Burimi i gjunahit është inati, ajo që e boni pejgamberin Adem alayhis salam dhe Havën që të largohen nga xheneti. Në atë kohë Allahu xhaleshanuhu, siç e dim, e urdhëroi Ademin alayhis salam dhe Havën të hajnë çdo gjë të xhenetit përveç një peme. Nëse afroheshin, do të konsideroheshin nga punëkçit. Ata përkundrazi nuk e dëgjuan Allahun xhaleshanuhu dhe shkuan mund nga kjo pemë, e provon dhe hangrën. Po ashtu inati ishte shkak i gjunahit të fëmijët e Ademit alayhis salam dhe Havës. Djali i tij u bë xheloz për vllajën e tij dhe u bë shkak që u bë vrasë i parë në sipërfaqen e tokës. Allahu dhul Xhelal në surën Al-A'la ajeti 14 na drejton dhe thot kad eflaha men tezekka. Ka shpëtuar ai i cili është pastru. Pastrimi i vëllezër të ndershëm besimtar ka ardhur në aspektin shpirtëror. Dietari i mirënjohur Ibnul Qayyim al-Jauzi ka thonë: njeriu do të hyjë në xhennet derisa, në fakt nuk do të hyjë në xhennet derisa të pastrohet plotësisht nga gjunahet. Ndërsa pastrimi në këtë dunja, në këtë botë, bëhet në 4 mënyra, ose janë 4 stacione të pastrimit në këtë dunja nga gjunahet tona. Pastrimi i parë në këtë dunja është me pendim, me tobe. Pastrimi i dytë është me istikfar, me kërkim falje. Pastrimi i tretë është me veprat mira, të cilat veprat mira i fshin veprat e këqija, i fshin gjunahet tona, dhe pastrimi i katër është sprova të cilat na i fshin gjunahet tona ose na i anullojnë gjunahet tona. Nëse një besimtar dhe besimtare nuk pastrohet me këto pastrime, atëherë vazhdon pastrimi në jetën e varrezave. Edhe ato me 3 gjana. Lutja e besimtarit
ne që jemi ala që nuk kemi shku të këvarët, lutemi për baballar tonë, lutemi për nanat tona, lutemi për vëllezërit e tonë, lutemi për motrat e tona. Kjo është një shansë e madhe që ata të pastrohen nga gjunat, nga tmetat, nga mëkatet. Pastaj kërkimi i faljes për të vdekurin. Ne që jemi në dunja lutemi për baballar tona, për nanat tona, për vëllezërit tonë, për motrat tona. Dhe atyre ata pastrohen nga gjunat. Pastaj është sprova e varit. Sprovë të cilën do ta shijojmë secili prej neve, dhe Zoti xhaleshanuhu që me kollallëk ta kalojmë sprovën e varit, e cila neve na duket në sytë tonë, sikurse e lojmë një njeri dhe shkojmë, por ajo janë diçka tjetër. Ajo ka të bëjë punë këtë me diçka tjetër të cilën e shpjegon Kur'ani famëlar dhe shpjegojnë hadithet e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pastaj një vepër e mirë që i adhurojnë muslimant e gjallë. Ai kalon ose lajnë pas vete e vlat hajli, të cilët e kujtojnë prindërit e tyre ose të dy prindët me duat e tyre, me sadakat e tyre. Japin sadaka për nanën, japin sadaka për babën. Dhe kjo atyre u pastron mëkatën në jetën e varrezave. Pastaj vazhdon dietari i mirënjohur dhe thot, nëse edhe kjo nuk mjafton për me pastru plotësisht njeriu nga mëkatet, atëherë vazhdohet në ditën e gjykimit, edhe atë me 3 gjana. Shijimin e tmerrët të ditës së gjykimit. E kjo është një ditë shumë e rëndë, siç ka përmendën një hoxh i madh, Molla Xheladin Veseli, në poezitë e tij, dhe thot se ajo ditë është shumë e rëndë, kush nuk qirë as bab, as nan, se të tanë me gale janë. Secili e ka hallin e vetë, secili e ka dirtin e vetë. Nuk ka vak më morë me nanë me babë, nuk ka vak me vlat më morë, nuk ka vak me bashortë më morë, nuk ka vak me kërkan më morë, me vetë vetën do të më morë. Sepse është të merë. Allahu xhaleshanu unë e letësoft. Pastaj ndërmjetësimi i atyre që kanë të drejtë për shefat. Ne besojmë shefaatit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Zoti xhaleshanu që dhe na jemi nga ata që do të ndërmjetësoje i dashuri i zemrave tona për neve në ditën e Kiametit. Si do të jetë ndërmjetësimi për tan ummetin e vet Muhamedi alayhis salam, do të ndërmjetësoje tek Allahu xhaleshanu. Pastaj do të ndërmjetësojnë dëshmorët, shahidët, do ta kenë atë mundësi për 70 antar të familjes të zgjedhin të ndërmjetësojnë te Zoti që t'ia falet gjunahet. Pastaj do të ndërmjetësojnë edhe ulemaja e mëdhej. Va Zoti xhaleshanu që timi nga ata të cilët ndërmjetëson dikush për neve në këtë moment. Dhe falen mëshirën e Allahu xhaleshanuhu. Atë ditë do të ketë edhe një falje e madhe nga ana e Allahu xhaleshanuhu për të gjithë ata të cilët e kanë deklaruar shahaditin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kemi treguar shpesh herë hadithin, po ndërlidhet me këtë. Allahu dhul xhelali ka krijuar 100 mëshira, 100 rahmete, për të cilave thot pejgamberi alayhis salam, një rahmet e kam dërguar në dunjë, 99 tjera i kam në ahiret. Me atë rahmet që e kam dërguar në dunjë, mëshirohen me zveti të gjithë njerëzit, mëshirohen me zveti të gjitha krijesat. Kurse 99 rahmete i kalon për në ahiret, inshallah jemi edhe na nga ata të cilët e shijojmë rahmetin, mëshirën e krijuesit ton, Allahut dhul xhelal. Allahu xhaleshanuhu vazhdon dhe thot: "Wa dhakara isma rabbih fa salla", në surën El Ala ajeti 15, që e përkujton madhrinë e Zotit vet dhe falet. Më thonë, është pastru ai i cili e përkujton madhrinë e Zotit, ama edhe falet. Ai i cili e kry namazin
duke e falë në kohën e vetë, duke e pas shënim të kënaqë Allahun Dhul Gjelal. Piksinimi i besimtarit kër e ban namazin, kër e ban agjerimin, kër e ban zeqatin, kër e krin haxhin, ose kër e krin umren, ose kër e krin sadakan, ose kër e ban një vepër të mirë, e ban për me kënaqën krijuesin e vetë, e ban për me kënaqë Allahu Dhul Gjelal dhe Zoti Xheleshanuhu, që jemi edhe na nga ata të cilët ibadetet tona i bojmë për me kënaqë krijuesin ton, për me kënaqë Allahun Dhul Gjelal. Gjithashtu vëllezër të ndershëm besimtar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast transmetohet se ka thonë: ai i cili e dëshmon me sinqeritet, dëshmi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, që largohet nga idhujtaria. Dërsa për fjalën e Allahu Xheleshanuhu, kur flet për 5 namazet, për faljen e tyre me kujdes e me përkushtim, Ibn Abbasi e shpjegon dhe thot se 5 namazet dhe kujdesi për to, besimtari vazhdon me përpikshmëri të krije obligimet edhe pas Ramazanit. Islami si fe nuk ka caktu musliman të Ramazanit, musliman të haxhit, musliman të namazit, musliman të sadakas, musliman të zeqatit, jo. Musliman është epiteti më i madh që Allahu Dhul Gjelal na ka nagradu. Dhe ne nuk të dajmë vetveten tonë tash, shkoj Ramazani edhe ne mos miremi me dinin e Allahu Xheleshanu. Përkundrazi, Ramazani inshallah duhet të jetë shkak, vëllezër të ndershëm besimtar, duhet të jetë sebeb që ne motivohemi më tepër. Ramazani duhet të jetë shkak që ne ta falmi 5 vaktin. Ramazani të jetë shkak që ne të jemi ata të cilët i hapim dyert e xhamive. Ramazani të jetë shkak që ne të vazhdojmë leximin e Kuranit. Kuptohet se në Ramazan nuk mund të jemi, atë motiv se në Ramazan nuk mund të kemi, por edhe të na mbloje pluni Kuranin, kjo nuk ka vëllezër të ndershëm besimtar e tolerueshme për asnjë musliman dhe muslimane. Të mshelet xhamia vëllezër të ndershëm besimtar me 5 xhamat, me 6 xhamat, atëherë po që kemi ndërtuar këtë xhami, sepse xhamit ne vëllezër të ndershëm besimtar, disa herë kam përsërit, nuk i ndërtojnë për me i pas monumente historike. Nuk na duhen neve për monumente historike. Xhamit ju i kemi për me adhuru Zotin, për më konë gjalla xhamit. Xhamit e vdekta neve nuk na duhen. E kush e gjallëron xhamin? E gjallërin ju xhamatin ndershëm. Ju jeni ata të cilët i hapni xhamiat. Ju jeni ata të cilët e motivojni namazin tuaj. Ju jeni ata të cilët e krijini namazin tuaj. Jo e zoni thire, mozalla neve të na gjejnë na për kafene, neve të na gjejnë të shtëpia, hajtë se ka shku baba haxhi, hajtë se falet nana plak të shtëpia. Islami nuk ka i plot jo vëllezër të ndershëm besimtar. Islami nuk ka vetëm i disa njerëzve, i disa individëve. Këtë dinë kemi për borxh krejta për krajme dhe krejt do të jemi nga ata të cilët i kryjmë obligimet tona që i kemi ndaj Zotit Xheleshanuhu. Baba plak, nana plak kanë më përgjigj për veten. Ato kanë me ndonë llogari për vetveten, po unë dhe ti që nuk e falim namazin kohën e vetë, unë dhe ti që nuk i ruajmë namazet, unë dhe ti që e lojmë xhamiat në mshelet, unë dhe ti që e lojmë Kuranin me na mlu pluni, përgjithësi kena me pas para Zotit. Ta dim, jo pse është Bajram. Bajrami e ka atë mënyrën e manifestimit vetë, por na si besimtar e falim namazin. Kur vjen koha e namazit që tash koha namazit xhumas, bashkërisht kemi ardhur në xhami. Një herë prej tash mendohemi për namazin i qinies. Besimtari ka program, ama ishna habit, valla kam shkuar te hallat, te motrat, te tezjat, te dajat, te kit, te aj, ishna habit me shkoj namazi. Si mundet me shku namazi? Besimtari nuk guxon këtë gabim me bëhe. Ama u habitëm kam me një darçëm, se shpesh herë te darçmat na atje habitmi, atje domethën dalmi tefterit. Ishna habit valla të nguni një këngë shumë e mirë kam, me emocionojmë prekje dhe lash namazin. Si, për një këngë ti me shit fen, për një këngë ti me dalë për dinit Allahit, për një këngë ti me dalën për fesë Zotit. Nëse e bim punën kështu atëherë domethën namazi jonë që e kemi bërë deri tash, llogaritë se nuk ka kon rregull. Se kemi pas për një me.
Më thonë, ka dyshim namazin tonë. Wal akhiratu khairun wa abqa. E ditë se jeta e botës tjetër është më e dobishme. Ahireti është më i dobishëm. Në krejt e dim se ahireti është më i dobishëm. Askush i prej neve nuk themi se kjo dunja është më mirë se ahireti. Përveç se disa ignorantëve, për ju thëmë ignorant, qashtu për e mërtoj, të cilët me të madhe ju japët e rëndësina për mediumet e sionistave, mediumet e këti shekullit të thëmë të malkume, së di që shti e mërtoj, cilët me të madhe sulmojnë fejnë islame. Me të madhe ju ka dhonë mundësi sulmohët dini Allahu Gjeleshanu, ama ato nuk e këshirin ashtë Ramazan, ama ato nuk e këshirin a Bajram, ato nuk e këshirin se na prekin ndjenja, ato nuk e këshirin se na prekin nindin tonë. Ato shpeqare përdorin dhe me kete përfundoj, a ka ndikush atje me pa me na kallëzu neve? Ati në gjithmonë ju kemi përgjigj dhe ju përgjigjemi se ne kemi të dërguar Zotit. Ne kemi pejgamber Zotit i cili në ka njoftu. Ne kemi Kur'anin famëlar i cili në ka njoftu. Ai që se ka shiju më vjen shumë keq. Unë bëj dua nga ky vend. Bëj dua që Allahu xhaleshanu ta udhëzoj. Imani, besimi, shijohet, përjetohet, nuk filozofohet vëllezër të ndershëm besimtar. Filozofia është një shkencë tjetër. Va kam thonë edhe ma herët, va thonë edhe sot dhe e përfundoj, se nëpërmjet filozofisë, me akat me e kuptu fen, vallai shumë filozofë kanë deviju. Sepse ato mënohen edhe ekzistencën e Zotit ta bojnë pak më ndryshe. E nuk ka ndryshe. Ekzistenca e Zotit kuptohet vetëm nëpërmjet besimit, vetëm nëpërmjet imanit vëllezër të ndershëm besimtar. Bashkarisht që lusim Allahun xhaleshanu që ibadetet tona që i kemi bërë, rena këtij muaji Allahu xhaleshanu të na i pranon. Bashkarisht që lusim Allahun xhaleshanu që të jemi nga ata të cilët vazhdojnë me ibadetet tona edhe pas Ramazanit. I çilmi xhamia tona edhe pas Ramazanit. Bashkarisht që lusim Allahun xhaleshanu që ata që kanë shku para neve Allahu xhaleshanu t'i mëshiron, të vdekurit tan Allahu xhaleshanu t'i mëshiron. Bashkarisht që lusim Allahun xhaleshanu që pleshtet tona Allahu xhaleshanu t'i forcon. Bashkarisht lusim Allahun xhaleshanu në këtë ditë të bekuar të xumaz dhe të Bajramit. Të gjithë ata të cilët janë në shtat, janë të sëmur, Allahu xhaleshanu inshallah i shëron. Bashkarisht lusim Allahun xhaleshanu që rinin ton Allahu xhaleshanu në rrugë të mbarë të udhëzon. Gjithë ju që jeni mysafir, ju qoftë për hajër festa e Fitr Bajramit, Allahu xhaleshanu inshallah va pranon çdo ibadet që i keni bërë dhe ju falenderoj që jeni sot mesin ton në xhamin ton. Allahi qoftë إلهي وخلاقي إلهي